Si thatë zoti kryetari, kam kthyer përgjigje negative, po ku ka ndodhur një herë të kthesh përgjigje pozitive? Ka një vit parlamenti dhe s'ke pranuar kur, se në fakt s'ka pranuar Edi Rama, as një kërkesë për interpelancë të deputetëve të opozitës. Zoti kryetar, nderuar koleg, nuk e di nëse në mbledhjet tuaja Edi Rama ju ka thënë ndonjëherë atë që i tha shqiptarëve në një nga mediat më të rëndësishme botërore. E sigur dhe jam i bindur që ju ka thënë edhe pse ju do ta mohoni. Por e vërteta është që po ja tha shqiptarëve para gjithë botës, duke turpëruar Shqipërinë në mediat ndërkombëtare, e cila edhe ajo, një lloj si shqiptarët, një lloj si qytetarët që protestojnë, një lloj si opozita, e sheh Edi Ramën në rolin e një mafiozi. Por zoti kryetar, kolegë të nderuar të Partisë Socialiste, sot në fakt po ja thot edhe ju, në sy. Po ja thot Kuvendit Shqipërisë, jo me fjalë, por me veprime, sepse çfarë kuptimi tjetër ka refuzimi për të përmbushur një detyrim kushtetues? Çfarë kuptimi tjetër ka refuzimi për të ardhur në kuvend dhe për të dhënë llogari? Çfarë kuptimi tjetër ka refuzimi për t'ju përgjigjur qytetarëve përmes institucioneve që i përfaqësojnë? Në fakt ky nuk është një refuzim për opozitën. Ky është një refuzim për parlamentin, është një refuzim ndaj qytetarëve shqiptar. Dhe ju, zoti kryetar, sot nuk dështuat vetëm në përmbushjen e rolit tuaj. Sot ju nuk po mbroni kushtetutën, ju po mbroni kryeministrin nga llogaridhënia. Dhe detyra juaj është të mbroni dinjitetin e kuvendit dhe të garantoni të drejtat kushtetuese të këtij parlamenti për t'i kërkuar llogari qeverisë. Por ju sot zgjodhët të mbronit kryeministrin dhe jo parlamentarizmin. Megjithatë, unë e di pse Edi Rama nuk erdhi edhe sot në seancë plenare. Sado manipulator, Edi Rama e di se nuk mund të flasë në publik për krimet e tij shtetërore. Ai është peng i tyre dhe unë besoj se Edi Rama e ka menduar realisht dorëheqjen, atë që ju tha ju në mbledhje grupi. Por nuk mund ta jap dorëheqjen, sepse nuk është më një njeri i lirë. Ai është peng i sistemit që ka ndërtuar vetë, është peng i interesave që vetë ka ushqyer për 13 vite. Edi Ramën nuk e lejojnë të largohet, sepse ka ende borxhe për të shlyer, borxhe që i shlyen duke shitur copat Shqipërisë, borxhe që i shlyen duke hapur zonat e mbrojtura për beton, borxhe që i shlyen duke ndryshuar ligjet për të shërbyer klientëve të tij financiar dhe trafikantëve të drogës, borxhe që i shlyen duke vënë interesat e tyre mbi interesat e shqiptarëve. Është pikërisht ky sistem që shqiptarët po sfidojnë prej javësh në shesh. Nuk protestojnë më vetëm për flamingot. Nuk protestojnë më thjesht kundër ligjit për zonat e mbrojtura. Shqiptarët po protestojnë kundër një modeli qeverisje ku ligji ndryshohet për klientët me votën tuaj. Pronat publike vijnë në shërbim të interesave private dhe shteti përdoret për të mbrojtur pushtetin dhe jo qytetarët. Prandaj kërkesat e protestuesve nuk janë të rastësishme. Janë 5 goditje ndaj të njëjtit sistem. Janë kërkesa që Partia Demokratike dhe opozita i ka ngritur prej kohësh dhe sot një pjesë prej tyre janë bërë edhe kushtet Bashkimit Evropian në rrugën e Shqipërisë drejt integrimit evropian, sepse secila prej tyre godet një hallk në sistemin që ka ngritur personalisht Edi Rama. Kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit sepse ky sistem i kalbur ka një përgjegjës politik. Kërkojnë shfuqëzimin e ligjit për investime strategjike sepse ai është bërë instrumenti i privilegjit të klientëve të pushtetit. Kërkojnë shfuqëzimin e paketës maleve sepse territori i Shqipërisë nuk mund trajtohet si plaçk për interesa private të Edi Ramës. Kërkojnë anulimin